Lenke, Skondori, rreth bashkëpunimit brigada. Bashkëpunimi ka mungu tjetër. Bashkëpunimi u konë në zero. Bashkëpunimi u konë në zero dhe me zonë. Me zonë. Më thonë, brigadat me zonë. Se asnjëherë nuk është mojt një takim për shembull me komandant brigada. Nivel të zonës. Bashkëpunimi ka qenë nivel, se bashkëpunimi besoj që as në Kosovë nuk ka bashkëpunim kështu, po më nej këtë aspektin tjetër që ka bashkëpunim më të mirë mes këtyre dy brigadave. Bashkëpunim organik, s'ka qenë organik të dy ose takime lejoni pa. Edhe njeftime, një fjallë. Çfarë është? Shqyqoni qysh prej fillimit punës brigadës tonë dhe lidhshmërisë të zonës operative të Shalës është bo një presedant i cili është duhet të shihet me një sy më të lartë se është ditë qysh atëherë se në rast luftës pikërisht konfiguracionit do të na bën dasi se kemi magjistralin e kemi edhe ujtë. Por shtabi përgjithshëm ka pa të arsyeshëm të bëj ato, ne i kemi fijet asaj pune, pikërisht ajo na ka bërë këtë mos kontinuitet punës përbashkë. Do të thotë gjithmonë kemi qenë në ndarë për shkak të konfiguracionit. Po të kishim qenë afër sikur me llapin atëherë sigurisht edhe takimet kishin me qenë më të rreshta, por edhe bashkëpunimi kish me qenë më i fryrshëm. E dim, nëse e thanë edhe këta tjerë nuk do të përsëris, ndihma ka qenë. Si nga njëna unë, ashtu edhe nga tjetra, por konfiguracionin e ka bërë që t'jemi shumë të lartë mes vetë. Qarkullimi ka qenë i rrezikshëm, edhe kështu që s'kem pas mundësi tjera të bashkëpunimit më ta. Kjo ndamje, momentalisht e cila përmendet, veprimtarisë në kushte tanishme, sipas meje është mjaft e arsyeshme. Edhe duhet që të participohen veprimtarit në bazë të kushteve që i kemi. Nëse brigada 142 e merr pjesën anej ujit, kanë mundësi depërtimit shumë atë letë se që i kemi në atë. Edhe anas jetës, nëse ne e marim këto kushte, vështrën si qytet, atëherë ke mundësi të intervenimit shumë më optimal, se sa ata dalin për priori edhe vetë. Unë jam i mendimit që kjo, që e tha Ibrahimi, kjo është për këtë moment tanishëm, kjo nuk bëhet në ndamje e përjetshme. Kjo nuk është kurrë nuk ka kurrë problemi ti pse shkon. Mi dorë më letë gjatë Mitrovicës. Veç është me krye Ishte një orientuar ku me ditë njerëz se nuk unë në kon shpajtohen kështu, po flas në mendimin, ne shpajtohen që me të vërtetë është e arsyeshme. Bezjetim zonimin se po nisem me ne po. Se kemi me dyqysh tash pezull as ata. Kështu dihet. Brigada 121 vepron këtë territor, brigada 122 vepron në territorin tjetër. Unë plotësisht shpajtohen për shkak të konfiguracionit edhe kushteve të cilat momentalisht ne diktojnë. Po, nëse muna me shtu diçka, 2-3 fjali vetëm këto. Ne me qenë se jemi një pozit, me të vërtet nuk jemi në atë pozit në cilën përcaktojmë gjona edhe jemi në gjendje të shkojmë aty në gjonave deri në fund. Ky do t'jetë një propozim i përkohshëm se mund na krijon rrethona të tilla, cilat ndoshta mbrana momentit duhet me ndrru një këtë strategji. Ndrrojnë raportet për arsye se vjen momenti që brigada jonë edhe pse merr vështren, ndoshta ka shumë më tepër mundësi, krijohen mundësi të tilla që më lehtë me depërtu edhe me mbrojt pjesën e Mitrovicës. Bazë rrethonave, bazë rrethonave dhe kushteve që krijohen. Në diskutim
Se me gjitha të ordnesat që të vinë pishtarë për zonës, gjithë më shtetit. Ka qenë dhe më pamë në procedurë brigada 123. Mirë po, ndodhe që ndodhe, në rao kamioni edhe në stopu. Formimi brigadës 123 që ka pas me marë përsi për qytetin. Këtu të më thotë, tash në ka gjithë kjo gjendje. Për që ta kërkot një mendim sa ma i gjithashëm të vim dhe të ne, në të dhe të ne mendim i drejt. Edhe ordnesa gulqohet aty, duhet shkruhet që për momente, në thonë qëtore thona që jenë të luftës tash. Nuk kime pas t'i penges për shembull pse ka brigada 122 atje e ka nën kontroll qytetin, s'mund shkon tash me marrë mira materiale, nuk ka kurrë problemi këtu. Kjo është veç ndim çati popullit çati qytet. Do thonë me ditë përgjegjësinë. Cilla brigade ka përgjegjësinë për qytet, cilla ka për tjetrin qytet. Ku tjetër. Po do të tonë përkohësisht po shpreh mendimin se pajtona me këtë ndomje përkohësisht. Kështu tjetë. Po rrena momentit do të jemi fleksibil që brenda momentit caktuar ky qëndrim edhe mund të ndryshohet. Mund të ndryshohet edhe të veprohet në atë mënyrë ku ka mundësi efektive që të veprohet. Këtu do të puna është që duhet më ndërtu organika. Duhet më ndërtu organika organizative e qytetit. Gjithsesi ne duhet më post paktën 200 njerëz aty në qytet tash. Për më na kry minimumin e punës. Dhe tash kush më marr përsipër se ka? Ja lëm asaj brigadës e ka më lehtë, bën 200 njerëz, organizojnë për lagje ka 20, dhe jepën detyrat. Juve ju thotë, bën edhe ju 200 njerëz për qytetin e Vështrës, kthej policinë atje në Vështrë. Gjej forma. Kjo është domosdoshmë qëllimi. Nuk ka as pak, as logjistika, as shema, as gjë tjetër. Hyn vetëm aspekti organizativ i rrugës së policisë dhe furnizimit momentan. Do të thonë me kriju një organik, një efektiv. Atëherë ta merr përsipër. Kjo brigadë ngarkohet me detyrën për me detyrat që dalin për Vështrë, brigada tjetër me detyrat që dalin për se tash praktikisht ne duhet me shtim kontroll efektiv, edhe Mitrovicën e Vështrë, sa të mundin. E tash se kena pas. E jo në rrethana 3. Se tash kur im kon, se kanë nevojë populli për një me i drejtu dikush. Me ditë ku më mbështetje populli. Për ndim me drejtu. Se une im kon 5 ditë atje. Më thonë kish dezinformata të lifore. Dalshin njerëzit komplet. Unë mushke rruga plët. S'kish kush i drejton ata njerëz. S'kish kush me thonë, o kthenu, a mos u kthenu, a shkonu strehoni qëtu. Për shtu është problemi që me ditë kush e ka përgjegjësinë për shembull për çat popullot aty. Dhe për këtë tjetrën popullot ka. Kur farë ndarje tjetër nuk ka këtu. Kjo mundet me ndodhë vlen 1 javë ditë, 2 javë ditë, që do kushtin, çdo rrethona që jenë qitash. Kushti tjetër nuk ka. Dhe mobilizimi që bëhat. Edhe mobilizimi. Rreth mobilizimit, nëse kemë më kushti. Dhe me thonë, me këto dolem me urnes. Falën e veç 2 fjallë, po ta, sa s'kem kaluën një plotësisht pajtojnë për këtë ndarje momentale. Veç një lutje kam të ju si komandant e zonës operative, ju sigurisht që dhe të caktoni njerën nga brigada 142 që e merë përsi për qatë territor. Përdër në autoritetin e juj, që të hinë komund gjithë njerëz të armatosër. Dashtum s'dashtum me pranue, një pjesë dvaganis në brendësi, ka pas njerëz që si ka vënë përgjësi asujt. Si mas mundësive përdër në autoritetin e juj edhe në gjinër njerëz cilët kanë ndikim edhe kanë autoritet në qatë pjesë ku do të veprojnë. Pra autorizim mas pari komu autorizu komandanti brigadës. Unë s'kam të. Autorizuhet komandanti brigadës. Dhe thasoj që i thanë vaganicë.
ajo është e vërtet, dhe më thonë ma herët të konë, tash nuk është ajo. Që s'di, për që tash momentalisht Për tash, se për di, është fjolla për dhe Ismeta, është fjolla për se ta. Ata deri tash, i ka thonë përgjësi dikuj, po ai si u dosh me dhonë përgjësia nuk u konë përgjësi. Tash, ata janë nën kontrol brigadës 140. Në thonë janë komplet atë. Janë qytet, nuk veprojnë asë një sen pa na vetë një. Në me thonë për vetë, deri që tash pa më vetë mu s'kanë bon. Në me thonë, është fjolla që 2 muaj e knena. Tash, unë që tash qëtu 5 dita 6 që jam konë atje, ja kom donë e në verit, në komandon të brigadës 142, a i ka kontakte në nësat me ta, ata nuk veprojnë, pa je thonë, a i nuk u gjemë dhe tukës. Për ato e merë përgjësin komandon të brigadës, kërkush tjetër. Autorizuat komandon të brigadës. Me orë nesër në të komandon të brigadës. Ne i konë njërës të vetë. Kur farë problemi nësë brigadës edhe rrëth qësaj popullatës që ka orë këtu, edhe rrëth organizimit të shtrisë këtu në dëmëhon këtu në Pleqanur dhe këtu pjesë. Këtu veç dëmëhon ka pos takime t'ila, po tash duhet me bo pak një me të ketë shënime zyrtare, se nesër mund me ma thonë diçka tjetër. Tu veç nëse më lejot pak edhe kisha më unaqë, se veç edhe nga kanë fillu kështu më nga thonë, e përfërsu se tyne që orë për të desin dhe populatës. Qysh dje kur ka orë, për të du regjistrin, ku jenë rronë 1300 kg pasoj. A në realitetit... Nëse ko mujtë me po edhe une edhe nëse këta sabiti që konë të detyra jonja është tash me blitz aksione në stilom, më thonë, veprojmë ku ke mundësi. Vëshgjime tjetë sa më e mija. Informatat në qytet duhet me çdo kusht jenë ma të sakta, edhe ma të shpejt. Dhe më thonë, tash veç masi më bon ndarja qyteteve, duhet me caktu informator. Dhe më thonë 2 brigade. Dhe t'jenë informatat sa ma të sakta. Puna rreth ngritjes moralit të ushtarët, megjithëse morali është në nivel, dhe disiplina është në nivel. Unë më konë në për shumë zona tjera, do më s'ka zonë që si më konë, veç edhe në atë brigadën e nena, veç disiplina me këtu, ka dallim si nata me di. Disiplina, morali është në nivel. Ka dikush në shturët, edhe me zërë s'ka gajtë. është mobilizimi për gjithëshëm. Rrëth tyne të mirave materiale, me paku s'ka më ushtria, kur gjë. Rrëth që tyne ku të gjonë në të merë, nga mesha, shka ti duhet, në të merë. Druhe, pohone, krejtë të. Nuk ka një propozim për qitë mobilizim për gjithë që ka bështave për gjithëshëm. Kështë qenë mirë që komanda e zonës të lëshon një vërnes për mobilizim, do të thonë gjandi lukë të shime. Unë edhe për qëta, kemë caktu këtë në ledhje, që dolim bashkarisht në përfundim. Se nuk jem ka pres as prej shtopit për gjithëshëm as prej kërku.